Në rrugët e Shkodrës vihet re një numër gjithnjë më i madh qytetarësh që përdorin biçikletat për lëvizjet e përditshme. Megjithatë, shumë prej tyre nuk respektojnë kursitë e dedikuara dhe zgjedhin të ecin në kursitë e makinave, duke rritur rrezikun e aksidenteve dhe duke vënë në rrezik si veten, ashtu edhe drejtuesit e automjeteve. Në disa zona të qytetit janë ndërtuar kursi të dedikuara për qytetarët që lëvizin me biçikleta, por ato shpesh mbeten bosh. Qytetarët preferojnë të lëvizin në rrugët e makinave, duke e bërë qarkullimin më të rrezikshëm. Ndërsa Shkodra njihet si qyteti i biçikletave, siguria rrugore mbetet ende një sfidë. Kjo situatë ngre pyetjen nëse duhet të merren masa më të rrepta për rregullimin e qarkullimit të biçikletave, përfshirë edhe gjobitjen atyre që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit.